Në skenën e teatrit Andonza Koçajupi në Korçë u shfaq musicali Katedralia, një nga produksionet më ambicioze teatrore të këtij sezoni artistik. Katedralia solli për publikun një ndërthurje të fortë mes artit skenik, muzikës dhe emocioneve njerëzore, duke u konceptuar si një film dramatik me përmasa epike. Shfaqja u ngjit në skenë në regjinë e Giuliano Briskut, ndërsa koreografia nga Artan Ibershami. Udhëheqës muzikori ishte Artur Vera, me orkestrimin e Larit Qazimit. Produksioni mbështetet në një kast të gjerë artistësh, Kospikasin, Arsi Bako, Amri Hasanliu, Gerald Murria, Donald Shehu, Mateus Froku e Gloria Nure, cilët sollën një jetë personazhe të ndërlikuar dhe emocional, duke mbajtur të angazhuar publikun gjatë gjithë shfaqjes. Të bashkoja aktrimin me këndimin dhe gjithashtu me kërcimin ka qenë një sfidë që unë shpresoj ta kem të kaluar me sukses dhe për më tepër që ka qenë në teatrin e Korçës në një publik që unë nuk jam e njohur me të fare, mendoj që është pritur shumë mirë dhe shpresoj të jetë pëlqyer sa më shumë shfaqje dhe unë ndihem shumë e lumtur me këtë rol. Për mua ishte një sfidë shumë e madhe, duke qenë se unë jam solist në teatrin e operës së baletit dhe gjinia musical është një gjini tjetër, në opera nuk nevojitën mikrofona, ndërsa në musical nevojitën dhe ka qenë pak e vështirë edhe për mua që të përshtatem edhe me këngëtarët e tjerë, por besoja dola deri diku me sukses dhe pash edhe reagimin e publikut. Një emocion shumë i madh, një sfidë shumë e madhe, mezin e kam cop, po të them të drejtën nuk jam i vetmi personazh kryesor. Se ndoshta njerëzit e keq kuptojnë pak këtë, po Esmeralda është ajo që i sjell vërdall të gjithë. Domethënë pa Esmeraldën nuk do kishim as Quasimodo, as Priftin, as kapitenin, asnjë, kështu që unë mendoj që të dy janë kryesor, nuk mund të vej asnjëri patjetrin. Edhe për regjisorin Brisku, kjo shfaqje për nga lloji kishte një sipërmarrje të madhe, aq më tepër si një musical. Vërtet jam shumë emocionuar, pasi kjo është një kryevepër botërore dhe ishte një sfidë e madhe për të gjithë, sidomos për teatrin, që të mbajë një përgjegjësi kaq të madhe, sidomos për mua që jam regjisor i ri. Patjetër që unë jam shumë i emocionuar dhe Katedralia e Parisit, Katedralia e Korçës, kështu që ka shumë të përbashkëta, ose si i thon ndryshe, ideja e parë ishte që Korça është Paris i vogël dhe pse jo të vendosej Katedralia këtu. Kostumografia e shfaqjes është realizuar nga Despina Çani, ndërsa skenografia nga Beqo Nanaj, duke krijuar një atmosferë të errët, mistike e simbolike që përforcon mesazhin dhe dimensionin artistik të veprës. Në përfundim të shfaqjes, Katedralia u duart trokit gjatë nga ardarësit korçar, duke konfirmuar vlerat artistike dhe impaktin emocional që kjo vepër përcjell tek publiku. Katedralia vjen jo vetëm si një shfaqje muzikore, por edhe si një përjetim artistik.